Jemi rikthyer në studio bashkë me mua është Romina Radonshiqi, eksperte ekonomie. Përshëndetje, kënaqësi që të kam, Romina, si gjithnjë. Do të flasim lidhur me detyrimet tatimore që janë krijuar nga ana e bizneseve për gjatë viteve, por për ajo që të paktën edhe nga njoftimi i bërë nga administrata tatimore është që vetëm për periudhën maj 2025 detyrimet e krijuara kanë arritur në 4.7 miliard lekë apo rreth 46 milion dollar. Dhe në këto kushte, pra, administrata tatimore u ka bërë thirrje bizneseve që të bëjnë të mundur shlyerjen e tyre, në të kundër do të përballen me penalitete. Përpara se të ndalemi tek fakti që sa në vështirësi mund t'i vendos kjo bizneset, kemi ardhur nga një fushat zgjedhore, nga një fushat ku kryefjalë deri diku ishte dhe ajo që u artikulua nga kryeministri Rama, paqja fiskale, që nënkuptonte veç të tjerash edhe fshirje të detyrimeve që janë krijuar përpara 2015-s, por edhe pas 2015-s, duke u dhënë mundësinë që përmes një skeme të fshiheshin kamat vonesat, por edhe të kishte lehtësitë e pjesa e gjithë borxhit të krijuar. Duket që me këtë prafill pas përfundimit të zgjedhjeve vim me këto paralajmërime dhe deri diku i ngushtohet laku sipërmarrjes e shet të tillë? Po, e shoh dhe madje shoh kontradiktor dhe shumë sipërmarrës. Vjen më pas në pikpyetje dhe paqen fiskale, edhe pse ato ndoshta nuk kanë detyrime, por çështja është që kjo atmosferë që është pranë tek biznesi dhe pikërisht në fakt të gjitha ato që kanë detyrime, dhe përpambetura të gjithë bizneset që janë vështirësi, që mund të jenë profesionistë të lirë, mund të jenë biznese që janë fermer, pra që merren me një sektor që është pak i vështirë për gjithë treg, janë bizneset të përgjithsisht familjar dhe apo mikronjësi. Dhe të mendosh që këto biznese që në fund janë të vetë punësuar individë dhe mundohen të mbijetojnë, kanë detyrime tatimore për shkak se nuk kanë patur mundësi të shlyhen, ose nuk kanë dëshirë të shlyhen. Dhe atyre është bllokuar llogaria në fakt, kështu që ato xha janë vështirësi. Në momentin që ti i thua që unë do të sekuestroj, apo të vendos masën e sigurisë për pasuritë patundshme dhe të tundshme, atëherë këtë vjen akoma më në presion, që automatikisht ai mendon që të shpall falimentin. Pasi të shlyej të shpall falimentin, sepse e ka të vështirë dhe biznesi është problem. E ka të vështirë të mbjetoj, le të themi, me jo vetëm e ka të vështirë të mbjetoj, por është një drejtoria e tatimeve, edhe në një kontroll që vjen biznesit, që mund të jetë një biznes që nuk kryen asnjë, domethënë as evazion fiskal, as informalitet, vetëm fakti kur vjen drejtoria e tatimeve në kontroll krijon një lloj presioni për biznesin. Mendosh ne jemi një ekonomi e vogël, një ekonomi e cila kemi përballur me shumë, sikurse dhe ekonomitë e tjera, në fakt kemi përballur me shumë sfida ku ne patëm tërmetin, patëm pandemin, patëm gjithashtu dhe inflacionin. Ndërkohë kemi dhe një krizë tjetër që është kriza e eros, kemi një krizë tjetër që është kriza e mungesës punëtorëve, pra ne përballemi me shumë sfida. Dhe nëse ne do të krijojmë këto lloj atmosferash për biznesin, për biznesin, atëherë pozitat e tij do të rëndohen. Do të rëndohen dhe të rritet më shumë emigracioni, ndoshta ato detyrime do të shlyen. Dhe aq më tepër që në kushtet, pra kur ato që preken janë biznesi i vogël që është edhe motori i ekonomisë shqiptare, atëherë impakti është më i pranishëm. Më i pranishëm dhe më i rëndësishëm për të marrë në konsiderat. Po, është vërtet, sepse një pjesë e mirë janë profesionistë të lirë, që nuk kanë pasur mundësinë për shkak se nuk kanë pasur punë për të shlyer detyrimet tatimore dhe janë të rinj. Dhe mendoj që ne, po na largohen të rinjt, edhe në radhën e profesionistëve, por dhe ato që kanë një nipt, pra, të cilët nuk kanë mundur të shlyejnë detyrimet tatimore, të krijojnë këtë lloj, duket sikur edhe biznesin e paragjykon. Patjetër që mund dalë një njoftim që keni kohë, edhe pastaj drejtoria e tatimeve e merr Romina, që edhe të kuptoj pak edhe biznesi që mund të ketë detyrime që mund të kenë krijuar ndër vite. Në çfarë kushtesh janë ata sot, që do thotë nëse arrin ta shtyn shlyerjen e këtyre detyrimeve, me çfarë penalitetesh do të përballen? Ato së pari, për ata të cilët se mund të jenë edhe në kushtet që s'kan informacion. Së pari ato përballen me kamat vonesa dhe me gjoba për mos shlyerje, por dhe me kamat vonesë, që do të thotë drejtoria e tatimeve e merr penalitetin, pra merr një sasi të caktuar parash nga penaliteti i mospagimit. Ndërkohë, ka bërë dhe një veprim tjetër, ka bllokuar llogaritë, kështu që ky individi ndoshta ka gjetë mënyra
mënyra tjera për të bërë biznes, ose më pas, drejtoriat ative në këto mënyrë kanë nxitur dhe informalitetin, sa individi do punoj. Dhe punojësin që ka do ta paguaj, por do ta paguaj cash. Pra, drejtoriat etatimeve e di shumë mirë që në momentin që vendos kushte të tilla që ndonjëherë, e thot ligji dhe do ta bëj sepse biznesi nuk po paguan, por nxit nga ana tjetër informalitetin. Gjë që ne jemi futur në grup kapituit kur ne duhet ta luftojmë patjetër informalitetin, sepse informaliteti na ka ndikuar gjatë gjithë këtyre viteve, qoftë në performancën e biznesit. Dhe një politikë e tillë nuk bën gjë tjetër se erisjell dhe e nxit. Kështu që duhet mendohet mirë, sepse ne folëm pra, kryeministri foli për paqen fiskale, por nga ana tjetër po flasim për disa penalitete, të cilat e rëndojnë akoma më shumë biznesin. Ndoshta një marrëveshje me organet tatimore do të ishte shumë herë më mirë, patjetër që organet tatimore ofrojnë marrëveshjen, por të shtyhej si afat. Pra t'i lejë kohë biznesit, ndoshta një periudhë 3 mujore apo 6 mujore, që është afat mesme, që biznesit ketë mundësi, pra t'i zhbllokon llogaritë, kur them t'i jepet mundësi biznesit, t'i zhbllokon llogaritë që të punojë, që nëse biznesi rinis aktivitetin në mënyrë formale se informale, jam shumë i sigurt që ai punon, atëherë ka mundësi biznesi të shlyejë gjithë detyrimet. Dhe kështu e nxit dhe biznesi që shlyejë detyrimet, por nga ana tjetër biznesi punon në formalitet. Pra është një zgjidhje ku të dy palët fiton. Fiton biznesi, fiton dhe organet tatimore. Megjithatë, deklarata të tilla të bëra gjatë fushatës, sepse janë zakonshme që partitë politike, subjektet zgjedhore vinë me deklarata, me premtime, me zotime, dhe është një gjë e zakonshme, e normale gjatë fushatave zgjedhore, pra që të përballemi me le të themi premtime të kësaj natyre që kanë impakt dhe qëllimi është që të ketë sa më shumë përfitime në momentin kur vjen pra vota dhe mbështetja nga ana e qytetarëve. Por a do duhej që në momentin që artikulohet dhe premtohet një gjë e tillë, pra për paqe fiskale, për të shuar çdo detyrim të mëparshëm, do duhej që fill pas rezultatit ndoshta të viheshin në lëvizje institucionet për ta vënë në jetë atë çfarë është premtuar, sepse duke krijuar hapësira nga ajo çfarë është thënë, shpesh qytetarët, bizneset janë të prirura që të besojnë tek ajo çfarë është premtuar, që do thotë edhe mund ta shmangin me vetdije këtë pagesë, pra këto detyrime, këto borxhe që kanë, me idenë që qeveria do të ndërmarrë një amnisti dhe qeveria do të falë të gjitha këto detyrime që janë krijuar në vite. Atë pse ne duhet të nxitohemi për të bërë pagesën e tyre, kur ndërkohë është çështje kohe që qeveria të vijë me një paketë të tillë amnistuese. Është e vërtetë në fakt dhe këtë qeveria e bëri dhe me gjobat, dhe shumë individë që kanë qenë shumë të rregull, kanë paguar gjobat e tjerë, a ishin ato që ishin, le të themi, diskriminuar për negativisht, sepse ai e ka paguar, një tjetër nuk e ka paguar, kështu dhe te kjo situatë. Pra, duket sikur për disa gjëra qeveria i fal, sepse patjetër që është ajo periudha që duhet patjetër të krijojë një perceptim pozitiv tek qytetarët, por nga ana tjetër, në momentin që vjen në pushtet, atëherë ndodh gjë e kundërt, që nuk është as pak etike. Sidomos nëse flasim për bizneset, qeveria di shumë mirë që pa biznesin nuk mund të ky vend të zhvillohet. Pa biznesin nuk mundet që individët jenë të punësuar dhe të marrin dhe pagat larta. Flasim për nivel pagash, do rriten paga minimale, do rritet paga mesatare, po si mund të rritet paga minimale dhe mesatare kur ka shumë bizneset cilët sot i bllokojnë llogaritë dhe nuk mund të kryejnë aktivitetin. Patjetër që biznesi duhet të kryejë të gjitha pagesat dhe detyrimet tatimore. Kjo është, sepse nga ana tjetër ne jemi dhe në fakt si shtet pak të prirur për të mos paguar në kohë detyrimet që kemi ndaj shtetit. Por nuk mund të edukohemi duke vendosur penalitete se si shtash do nxisim më tepër informalitetin. Nga ana tjetër jemi një vend që thuhet që në 2030 do të futemi në Bashkimin Evropian, por si mund të futemi në Bashkimin Evropian me këto lloj problemesh? Atëherë duhet që së pari të japim ndihmë biznesit, sepse kemi informacione, shteti e din që kemi kaluar 3 kriza. Në mos 3-2 kemi kaluar sepse kriza tërmit duhet ndihmuar biznesi. Pra, është në gjykimin tënd, sepse tek pjesa e gjobave përmende që disa të cilët kanë qenë dhe janë qytetar korrekt, të përgjegjshëm, kanë shlyer në kohë këtë detyrim. Ndërkohë që në momentin ku qeveria vendos t'i heq, t'i fshi këtë borxh të akumuluar veçanërisht gjatë periudhës pandemike ishte, atëherë
Ajo që përmende ishte që unë ndjen keq ata të cilët kanë paguar në mënyrë të rregullt, se është një lloj qasjeje dhe trajtimi me dy standarde. Dhe krijon një lloj precedenti që të njëjtën gjë do të bëj edhe me gjoba apo detyrimet të tjera. Kështu që në këto kushte, cila gjykon që duhet jetë qasja ndaj bizneseve? Pra, qasja ndaj bizneseve për t'ja të lehtësuar pak barrën që ato kanë, por njëkohësisht për të arritur tek ato objektiva që qeveria ka dhe që janë edhe në konform të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Së pari, qeveria duhet tregohet e barabartë dhe nuk duhet falë. Në qofse nuk ka vendosur të mos falë gjobat, mos falë as gjobat e një makine e cila pra jepet me shpejtësi dhe në këtë mënyrë mund të rrezikojë dhe jetën e individit. Ndërsa një gjobë e marrë nga një biznes e ka haruar në kohë të deklarojë të vëshën, ajo është një gabim njerëzor. Ose një për shkak të punës, ekonomisti ka, natyra e gjobave, pra të kemi një lloj drejtësie. Atëherë, nëse falet gjoba e një individi i cili ngjet me shpejtësi, që mund të rrezikojë jetën dhe mund të vrasë individ të tjerë, atëherë le të falet dhe ajo gjoba një individi i cili ka haruar ta deklarojë me datë 20, por e ka deklaruar me 21 apo me 22. Pra, ky individ nuk i bën askujt dëm, pra ky biznes nuk i bën askujt dëm. Ndërkohë që ai merr një gjobë prej 10.000 lekësh. E para, e dyta, shpesh herë qeveria ka bërë të amnistit dhe individët, qytetarët, po qoftë dhe bizneset, provojnë të mos paguajnë, sepse mendojnë se do të ketë amnisti. Kjo është një edukim që i ka bërë vetë qeveria qytetarëve vetë në mënyrë jo të drejtë. I konsideron politikat e duhura këto? Nuk janë absolutisht politikat e duhura. Që të dyja këto kanë sjellë këto problemet e tjera. Së treti, janë bizneset cilët janë vështirë. Se asnjë biznes nuk do donte që të kishte borxh, sidomos qeverisë. Ndoshta do donte më shumë të kishte një investitor, një bashkëpunëtori, një furnitori, por jo qeverisë. Dhe për këtë duhet të jetë qeveria shumë e sigurt. Por nëse ka arritur gjendja sa që biznesi ketë një detyrim, është për shkak të vështirësisë. Tani, qeveria di shumë mirë pra që bizneset janë përballur me shumë vështirësi, sepse sot të marrësh një kredi biznesi, ndoshta për të shlyer ato borxhe që i ka qeverisë, pa ato detyrime, e ka tepër të vështirë sepse dhe kredia për shkak të normës bazë të interesit është shumë e lartë për biznesin. Për më tepër as banka nuk ta jep, sepse një biznes i cili, se do marrë kredi për biznes, një biznes i cili ka probleme me pagesat, patjetër që është një biznes i cili nuk ka fitim. Atëherë qeveria ose së pari të ndërhyjë me norma interesi zero, dhe këtë gjë ta marrë përsipër qeveria, pra normën e interesit ta marrë, sikurse i jep kredi për shtëpi, dhe të ndihmojë këtë biznes, sepse do ta ndihmojë shumë. Dhe gjithë kjo huaja të shkojë pra për shlyerjen e detyrimeve tatimore, ku individi ka të drejtë të mos paguar, pra ta marrë këtë kredi pa kosto huaje, dhe t'ja paguaj bankës pra pa kosto huaje, kjo do t'ishte një zgjidhje shumë e mirë që dhe biznesit pa të shlyejnë detyrimet dhe të vazhdonte aktivitetin, nga ana tjetër dhe qeveria të merrte ose të bënte një marrëveshje ku për një periudhë afat të shkurtër 3 mujore, 6 mujore të çeleshin gjithë numrat e llogarisë, aktiviteti të nisë dhe më pas të vazhdonte të mante një marrëveshje me drejtorinë e tatimeve, të vazhdonte biznesi të paguante detyrimin tatimor. Pra këto unë mendoj që do ishin dy zgjedhjet më të mira, që do ta ndihmonin shumë biznesin, por nga ana tjetër do ndihmonte edhe qeverinë për të mbledhur. Në këto kushte ku është biznesi, një individ ndoshta mund të ketë një makinë, por ndoshta masa e detyrimit nuk është as sa kushton makina. Tani ti marrësh tjetër shtëpinë, ti sekuestrosh shtëpinë, ti bllokosh shtëpinë, që ndoshta që shtëpia është nevojë fiziologjike, është trehim, sepse ka hapur një biznes, po ai e ka të pamundur se është duke falimentuar. Pra, të mos shkohet tek masa drastike ndaj bizneseve që kanë detyrimet pa likuiduara, por të ofrohen edhe hapësira që këto biznese jo vetëm të shlyejnë këto borxhe që kanë, por edhe të rimëkëmben, të zhvillohen, edhe t'i përqasën edhe standardeve, se tani kanë një sfidë tjetër. Kanë sfidën që duhet të mbjetojnë jo përpara një tregu, si që Shqipëria, por në një treg të hapur dhe një treg më sfidues, si që është tregu i bashkimit evropian. Ose unë shikoj edhe një alternativë tjetër, në fakt, që ndoshta qeveria këtë e bën një presion psikologjik për bizneset dhe në fund thotë ok, do t'i japim kohë, edhe më pas ta shohë si një merit përsëri që shikoj se ne patëm mundësim që ju t'i bllokoni pasuritë e tunshme të patunshme. Duket që kjo të parit çdo gjë edhe në aspektin politik. Ndoshta mund të jetë kjo. Nuk do të askush nga kjo qasje që
çdo vendimarrje ka apo pas çdo vendimarrje ka një qëllim të fshehur. Ndoshta sepse nuk janë bizneset të cilët kanë mundësi të shlyejnë detyrimet, se nëse do të kishin mundësi do të shlyenin. Ti merret shtëpia apo një makinë nëse ka, besoj se duhet ta ketë, por përsëri nuk mbulon detyrimin, se mund të jetë detyrim shumë i lartë. Unë mendoj që nuk do të ishte zgjidhje, si do të krijonte pakënaqësi, do të krijonte ndoshta edhe protesta, shoqatat e bizneseve mund ngrishin proteste, nuk e di se si funksionon dhe se si mund se ne pam që do rritej taksa për profesionistët e lirë dhe pati reagime dhe falë këtyre reagimeve sot reagime dhe ndoshta mund të shtyhet afate kohore për shlyerje. Megjithatë, masat e marra pas fitores dhe pas një kompromisi që do vendosej paqja fiskale, do ta vinte në dyshim dhe paqen fiskale, sepse ishte një marrëveshje që bizneset do bënin me administratën tatimore. Do të ketë një draft të tillë apo do të mbetet thjesht një premtim fushate? Unë mendoj që diçka do bëhet, sepse përsëri te paqja fiskale përsëri shteti fiton, sepse do të ne siç thash grup kapitujve për luftën ndaj formalitetit. Fakti ajo që parashikohet është që të falen gjobat dhe kamatvonesat përpara vitit 2015, ndërkohë që pas 2015-s ka një skem të tillë që ju mundson që të futen në një marrëveshje, të paguajnë. Kjo marrëveshje intereson shtetit, sepse intereson se në fund ditës do të vjel diçka, do të marrë diçka mbrapsh, edhe mund të jenë edhe vetëm detyrime të krijuara pa kamatvonesat. Po përsëri dhe te paqja fiskale aty thotë që nëse detyrimet për 5 deri në 10 vite shlyhen me një herë, atëherë 50% do të ketë zbritje. Përsëri dhe këtu është çështja e detyrimit, që do thotë shteti e dinte dhe pak më para fitores që kemi shumë detyrime, këtë statistikë kishte dhe mund të aplikonte paqen fiskale që të krijonte atë qetësinë, sepse aty flitet për detyrimet. Ndërkohë që e ardhur në këtë formë, atëherë duket sikur paqja fiskale është marrë vetëm pjesa që i intereson shtetit dhe për momenti paqja fiskale nuk po zbatohet. Kështu që mbetet për të parë se si. Megjithatë, the pak më parë që do ishte e udhës, ndoshta tek këto instrumente dhe mekanizmat se si duhet t'i qaset qeveria, institucionet, duhet t'i qasen sipërmarrjes bizneseve që janë në vështirësi është përmes ofrimit të një linje kredie ku vetë shtetit ishte garantor të mbulonte pjesën e interesave dhe këto bizneset kishin mundësi që të përfitonin një kredim përkundrejt interesave, pra me zero interes. Me zero ose ndoshta me një interes pa përfillshëm. Me mund të themi një interes tepërtulët, por megjithatë do të ishte mirë me një interes zero. Një program që është prezantuar nga Banka e Shqipërisë, që është mbështetur edhe nga qeveria dhe është thënë po ashtu që do të ketë një fond garancie për ta ulur edhe më shumë normën e interesit, nga çfarë është prezantuar, që do të jetë rreth 3.5% për të arritur në 2%, gati 2% për sektorin e që dihet që është i nënfinancuar. Mendon që do të jap rezultat ky program? Unë mendoj që do të jap rezultat, po çështja është që nëse flasim për sektorin e bujqësisë, së pari shteti duhet të krijojë mekanizma që ta formalizojë sektorin e bujqësisë, sepse ndoshta një pjesë e mirë atyre që duhet të përfitojnë nuk janë as të formalizuar ose ndoshta nuk plotësojnë ato kriteret, sepse duhet të plotësosh një sër kritere që të përfitosh ato huan e marrë. Kështu që gjithmonë në Shqipëri përfitojnë dhe apo marrin hua, apo fonde, apo subvencione, ato që në të vërtetë nuk është se kanë nevojë të madhe për të marrë subvencione dhe ato të cilët kanë vërtet nevojë për shkak se nuk përmbushin kritere apo ndoshta nuk marrin dhe informacionin në kohë, sepse duhet marrin dhe informacionin dhe të dinë se si bëhen procedurat, atëherë ato nuk përfitojnë. Në këto kushte, pra nëse nuk ndryshon gjë në drejtim të këtyre kritereve, por edhe fakti që duen parë edhe kushtet me cilat operojnë fermerët, pra fakti që janë të pa formalizuar, i penalizon ata, atëherë nuk do ndryshoj gjë edhe nga kjo linjë kreditimi, pra nga kjo instrument tjeri bankari. Po, është vërtet se di pse një pjesë e mirë e fermerëve nuk janë formalizuar pikërisht për këto, se vjen një moment që ai nuk ka mundësi të shlyejë detyrimet për shkak se ka humbje dhe ai thotë unë të bllokoj pronën, unë të bllokoj gjithçka që ke nëse nuk i paguan. Dhe kjo është arsyeja që jemi këtu ku jemi, pra me informalitet në bujqësi, kemi një
bujqësi, si shta dhe ju të nën financuar, kemi produkte vëndasa me një çmim shumë të lartë dhe as pak konkurrues në treg, sepse ne gjithë jemi konsumator dhe shkojmë pikërisht te produktet me çmime më të ulta. Një sektor që duhet zhvilloj dhe do ishte shumë fitim prues dhe për tregun e brendshëm, por dhe për rritjen e eksporteve, sot është në këto probleme kur ne flasim akoma për informalitet. Është në këto probleme dhe le të shpresojmë së paku që edhe në kushtet që është, të shërbej kjo si një nxitje për të rritur numrin e fermerëve të formalizuar, por edhe për të adresuar problematika me cilat haset ky sektor. Romina, unë falenderoj, kemi rritur në fund, kënaqësi që të kisha. Faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi rritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është sërish nesër në orën 16 deri atëherë mirë u takofshim.